Irani ka zgjedhur pasuesin e Ayatollah Ali Khameneit si liderin suprem të vendit. Vendimi vjen një javë pas vrasjes së tij. Zgjedhja e liderit të ri suprem ndodhi pasi sulmet terrore SBA Izrael shkatruan depo karburanti dhe shkaktuan zjarre që mbytën pjesën e madhe të Teheranit me një shtresë të trashëtymit të zi. Trupi klerikal, i ngarkuar me zgjedhjen e një pastarësit të Ayatollah Ali Khameneit, i vrarë pak më shumë se një javë më parë në sulmet që shkaktuan luftën në lindjen e mesme, ka marrë një vendim. Vota për emërimin e udhëheqësit është zhvilluar dhe udhëheqësi është zgjedhur, tha Ahmad Al-Hoda, antari i Asamblesë së Ekspertëve. Al-Hoda tha se sekretariati i organit do të shpallë emrin më vonë. Antarët e tjerë të Asamblesë konfirmuan se vendimi ishte marrë, ku një burim sugjeroi për mediat amerikane se djali udhëheqësit të tjerë do të merrte postin. Ndërkohë Izraeli lëshoi një paralajmërim tash përse forcat e tij nuk do të hezitonin të synonin shefin e ri dhe antarët e Asamblesë së Ekspertëve që mblodhen për të konfirmuar atë. Kërcënimi u nënvizua duke pasur parasysh dhe rezultatet e dy operacioneve të reja gjatë natës, ku ndodhen sulme kundër depove të karburantit përreth Teheranit dhe një sulm në një hoteli në zemrën e kryeqytetit të Libanit Beirut. Ndërsa lufta ushtri në ditën e saj të nëntë, Garda Revolucionare e Iranit tha se kishte furnizimet mjaftueshme për të vazhduar luftën e tyre ajrore me dron dhe raketa mbi lindjen e mesme për të paktën 6 muaj.